Kjo është Ahmed Yasin, themeluesi i rezistencës së Hamasit sotëm që përballoi më shumë se 500 ditë ndaj okupatorit Izrael. Në Al Jazeera e pa dhënë një intervistë në vitin 1998. Prej asaj kohe pa thonë se çlirimi i Kudsit bëhet në vitin 2027. Ngaj u bazu dhe pse bash 2027. Ne ku i përmendmi këto datat me çantinë shqiptar jemi shumë kurreshtar me ditë. Po s'ka dyshim se Allahu Azza wa Jall i don ato që kanë dëshirë me ditë. Aja është bazuar në Kur'anin e Kerim. Si është bazuar në Kur'anin e Kerim? Pra ndëgjoni me momentin. Thotë se Allahu Azza wa Jall në rrëfej në Kur'anin e Kerim. Kur Musa a.s. shpëtoi nga një kriminal i asaj kohe Firaunit nga Egjipti për të kthyer në Palestinë, se ben Israelët ishin banorë të Palestinës. Dhe Allahu Azza wa Jall pas 24 viteve, siç thuhet në disa transmetime, ballavaçimi mes Musait dhe Firaunit, Allahu Azza wa Jall e shpëton Musain dhe beni Israelët dhe kalojnë detin e Kuq dhe fundoset Firaunin. Pastaj Allahu Azza wa Jall e porosit beni Israelët që të hinë të bojnë rezistencë ta çlirojnë Kuqin. Dhe tha Allahu Azza wa Jall i përgëzon se vetëm nëse hinë, Allahu i nderon me çlirim. I pa ato të shkretit që thënë Musaj, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun. Shkoti me Zotin tanë lufto, ja Musa na që të poprim. Si të çlironi vime dhe na bojmë atë. Allahu Azza wa Jall ndeshkoi 40 vite që ndërojnë në shkretir. 20 vite ndeshkohen në këtë vend, e dini përse? Për çka se mas 20 vite del një gjenerat që e din krenarin, e din vlerën e drejtësisë, e din vlerën e pavarësisë. Këto janë ato që rezistojnë dhe punojnë për të drejtat e tyre. 40 vite është që kalon një berez. 40 vite një berez. Dhe Ahmed Yasini kur e shpjegon të këtë fjalë të Allahut Azza wa Jall 40 vite, që i fotët ta e kanë okupu këtë vend prej vitit 1948. 40 vite ka kalu një thojnë periudha nekse, ose nekbe, periudha e dështimit, periudha e tragjedisë, periudha e nënshtrimit e zullumit. Pi 1948 deri vitin 1988 bojnë 40 vetë. Tha pas 1988 dhe kjo ka qenë keni ngritja e parë intifadal ul. 1988 deri 2028 bojnë 40 vetë. Kjo është periudha e rezistencës. Kjo është periudha e krenarisë dhe kjo është periudha e kërkimit të drejtat të tyre. Para ata thot nuk e arrit vitin 2028, vetëm se Kudsi do të jetë në dorat e muslimanëve, për shkak se këtu mbaron dhe mbrezi i rezistencës. Dhe pastaj 40 vite sën kanë me gjetë birë të hardhucit që i futët ku kanë me i. Ja mendoni se Trumpi për një me kam i përzon ato Palestines për Gazës. Pa e ka thonë me këta me prapapi politike. Një ndër ato prebavit anë që Arabët ta financojnë dhe ta ndërtojnë Gazën. Ta merë një unë Saudi, pak në shkoni në Egjipt, pak në Jordan, e u që unë Arabët banë në konferencën, na nuk i pranojmë ato. E në masi si pranojnë ta ndërtojnë. E kush e prishi? Netanyahu. Kush e ndërtojnë? Arabët. U kri, ta unë propozovë. A thash diçka gjithë? Propozovë. Dhe unë nuk e kam për qëllim Gazën, a as izraelianët nuk e kanë për qëllim Gazën. Se ato rezistuan 500 ditë me gjithë fuqit, me mercenarët e këtë botës, me mercenarët e gjithë botës, së mundën ato të
ti luhatin, ti hekin për tokave të tyre. E qish kanë mundësi, kanë fuqi dhe 500 dit me rezistu? S'ka shansë. A më të arsitojmë pak arabët se parët e tirëve të ndërtojnë gazën, masi si pranonin ndërtojnë. Unë i prishit i maron. A e kuptuat politikën? A do me kuptu ala? Merë edhe një dozë. Bregun perëndimore këna për qëllë. Ato ka Jordani, ka 100 shpi për ditë rënohë, ti të zgjerojë. Po ajo e cila përshejet dhe unë kam thonë që kja komplot botëror ndaj qifotë, tha ju kini me rezistu, apet kini me lu. Na ju japë mi armë, na ju shpenzojmë lek, a mos ka mercenarë. E qifuti ka mu balavacu me muslimonin andej ku qove se plumi ati po për evrajka dhe këta, pastaj hapën koridoret e emigrimit të qifutve. E pastaj s'ka mundësi në qifuti me shku ku do aj, po ku këta qojnë të qertë të mëdhej. Disa kanë me shku në Shqipëri, e disa në Australi, e disa në Ukrainë, e disa në Rusi, e disa në Iran, e disa në disa dhe disa. E kuptu që ka është shvajtëri komplot? Tash ju jini që e qëllironi vetin, na nuk kena ushtar tep, na s'po kena për Evropë e për juve.